Në përputhje me këtë standard, Kuvendi nuk ka kompetencë për të vlerësuar meritën e çështjes për caktimin e masës sigurimit, llojit saj apo kushteve për secilën masë, por ka vetëm rol në verifikimin e ekzistencës formale të përmbushjes këtyre kushteve. Në të kundërtën, ai do të bënte shqyrtim ligjor të çështjes, jashtë kompetencës së tij kushtetuese dhe në shkelje të parimit të ndarjes dhe balancimit midis pushteteve. Kuvendi duke mos qenë organ kompetent, sipas kushtetutës, përgjegjës për hetimin penal, nuk mund të çmojë meritën se cila është masa e përshtatshme e sigurimit për të mbrojtur hetimet apo të veprimeve konkrete që duhet të ndërmarrë prokuroria, që hetimi të jetë i plot dhe i pacënuar. Kjo është një kompetencë ekskluzive e pushtetit gjyqësor. Nëse Kuvendi do të vlerësonte që një masë e caktuar sigurimi është më e përshtatshme se sa një tjetër, apo një masë e caktuar sigurimi është e mjaftueshme, kjo do të përbënte ndërhyrje në kompetencat dhe pushtetin gjyqësor dhe përpasojë ndërhyrjen e drejt për drejt në mënyrë antikushtetuese në hetimin penal. Në rastin shqyrtim, Kuvendi nuk është ftuar për të caktuar një masë sigurimi, sepse nuk është kompetencë e tij caktimi i masës së sigurimit. Kuvendit i është kërkuar autorizim nga prokuroria që ajo të ketë mundësi të drejtohet gjykatës për caktimin e masës së sigurimit. Ashtu sikurse edhe pika 3 e nenit 260 të kodit procedurës penale sankcionon, citoj, kur nevojat e sigurimit rëndohen, gjykata me kërkesë të prokurorit mund vendos zëvendësimin e saj me një masë më të rëndë ose caktimin e një mase sigurimi shtrënguese ose ndaluese shtesë. Mbyll citimin. Është kompetencë kushtetuese dhe ligjore gjykatës që me kërkesë të prokurorisë të vendosë për zëvendësimin ose jo të masës së sigurimit. Caktimi i masës më të përshtatshme të sigurimit dhe përpasoj vlerësimin kushtetues ligjor për këtë është brenda sferës ekskluzive të gjykatës. Vendimarrja e gjykatës i nënshtrohet kontrollit të brendshëm nga vetë sistemi gjyqësor, fillimisht në gjykatën e shkallës parë në mënyrë periodike, më pas nga gjykata apelit, gjykata e lartë apo gjykata kushtetuese. Nëse Kuvendi do të mbante qëndrimin që s'ka nevojë për një veprim të caktuar në kuadër të një hetimi penal, caktimi një mase më të rëndë, sigurimi personal për të mbrojtur të pacënuar hetimin, ndërkohë që organi i ngarkuar nga kushtetuta për të ushtruar ndjekjen penale, prokuroria, çmon dhe vërteton të kundërtën, atëherë Kuvendi në mënyrë antikushtetuese do të uzurponte kompetencat e organit të hetimit dhe pushtetit gjyqësor, duke i njohur vetes atributin e caktimit të masave të sigurimit. Kjo do të ishte një ndërhyrje brutale në sferën e kompetencave të pushtetit gjyqësor dhe përpasoj cënim flagrant i nenit 7 të kushtetues, parimit të ndarjes dhe balancimit midis pushteteve. Në përputhje me sa më lartë, Kuvendi në këtë lloj procedure ka autoritet kushtetues të verifikojë vetëm 1. Ekzistencën e një procedimi penal të ligjshëm dhe mungesën e motiveve politike në hetimin penal të çështjes. 2. Ekzistencën e kushteve ligjore për autorizimin e veprimit të kërkuar nga prokuroria. 3. Plotësimin nga ana përmbajtësore të disa kriterëve të elaboruara nga Komisioni i Venecias. Në përfundim të këtij verifikimi rezulton në mënyrë të përmbledhur, raporti është këtu i tëri, është depozituar, është në dispozicionin tuaj dhe të publikut, pra rezulton në mënyrë të përmbledhur se 1. Provohet se ekziston një procedim penal i ligjshëm dhe se në rastin konkret jemi përpara prezumimit bazik që imuniteti duhet të hiqet sepse nuk ka asnjë pretendim apo arsye të besohet se akuzat kundër deputetes Balluku janë të motivuara politikisht, madje dhe vetë ajo, përmes avokatëve të saj, e konfirmon një fakt të tillë në seancë të
Këshillit Përkatës. 2. Provohet dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova. Prokuroria tregon në mënyrë të qartë se ekziston dyshimi i arsyeshëm dhe ai bazohet në një set provash që janë depozituar bashkëlidhur kërkesës dhe relacionit shoqërues, gjithsej 80 prova të ndara në 12 volume. 3. Provohet rreziku për procedimin penal. Prokuroria në kërkesën drejtuar Kuvendit, si dhe në përgjigje të pyetjeve përpara Këshillit, treguan qartazi se në rastin konkret ekziston rreziku për prishjen e provave të procedimit penal. Nga deputetja Belinda Balluku. Pozicioni i saj si deputet i mazhorancës, ish zëvendës kryeministër dhe ish ministër, lidhja e ngushtë me një numër të konsiderueshëm të ministrave aktual të kësaj qeverie, në detyrë apo funksionar të lartë të administratës publike, drejtor të përgjithshëm të promovuar në detyra prej saj, është tregues i qartë i lidhjeve dhe aftësisë së saj për të ndikuar në cilësinë e provave të procedimit penal. Për më tepër, gjatë mbledhjes së Këshillit të datës 23 shkurt 2026, prokurorët sqaruan më tej këtë rrezik duke theksuar dhe paraqitur provat përkatëse, se deputetja Belinda Balluku është përpjekur të ushtrojë presion mbi dëshmitarët përmes 2 formave. 1. Përmes të fortëve, e citoj, të fortëve, për të cilët prokuroria deklaroi se po verifikohet nëse janë të përfshirë në veprimtari të krimit organizuar, verifikim që mbulohet nga sekreti hetimor. Por prokuroria paraqiti provë konkrete përpara Këshillit për këtë. 2. Përmes zyrtarëve publik, pjesë e kabinetit të ministres, të cilët ose kanë shantazhuar për shkarkime nga puna ndaj familjarëve,